Të dashur qytetar, mirë se gjejmë njëri tjetrin në këtë tubim madhështor këtu në sallën Jetëtorin Prishtinë, kur na ndajnë fiks 2 javë nga zgjedhjet e 7 qershorit dhe fitoria e madhe edhe një herë edhe më e madhe e numrit 116. Më lejoni që në fillim të përshëndes të gjithë deputetët e ardhshëm të Kuvendit të Republikës nga legislatura e 11 që do të dalë nga zgjedhjet e 7 qershorit. E në veçanti partnerët tonë të koalicionit parazgjedhor, Donika Gërvalla Shfarc, kryetare e partisë Guxo, Mimoza Kusari Lilja, kryetare Alternativës, dhe gjithashtu në koalicion e kemi edhe Zef Morinës që udhëheq Partinë Shqiptare Demokristjane të Kosovës. E këtu sonte neve na janë bashkuar edhe përfaqësues politik, zyrtar, politikan, kryetarët komunave nga Maqedonia e Veriut, Lugina e Preshevës, Mali Zi e Shqipëria. E në veçanti me neve këtu janë Bilal Kasami, kryetari i Tetovës, dhe Ardita Sinani, kryetare e Preshevës. Të nderuar të pranishëm, mandati i kaluar ishte mandati kur mbrojtja e drejt për drejt e shtetit nisi të ndihej në jetën e përditshme të qytetarit. Kur përkujdesja për nënat dhe fëmijët nuk mbeti vetëm premtim, por u kthye në mbështetje konkrete. Kur ushtria u rrit dhe u fuqizua, bujqësia u mbështet si interes strategjik kombëtar dhe rendi e ligji ushtrin në çdo cep të Republikës në të gjithë veriun e vendit. Sovraniteti nuk është as parull dite, as nocion abstrakt. Sovraniteti është prania e shtetit dhe dobia e kësaj pranie për çdo qytetar në çdo komunë, për secilin komunitet pa dallim. Ne nuk kemi punuar, as nuk punojmë për politikat përkohshme. Ne kemi investuar të themelit. Mbi to po ndërtojmë një republikë që mbështetjen e drejtë e ka ideal të përhershëm. Ndërsa punuam për nënat e fëmijët, veriun, ushtrinë dhe bujqësinë, në mandatin e ri kërkojmë për krahjen tuaj që ta nisim transformimin më të madh ekonomik e industrial të vendit tonë. Mandat i prodhimit, mandat i zhvillimit, mandat i vetëqëndrueshmërisë. Investime strategjike në sektorin minerar, në kapacitetet energjetike dhe në gazifikimin e qymyrit si bazë e zhvillimit industrial dhe sigurisë energjetike të vendit tonë. Shtet që prodhon, ndërton dhe fuqizohet nga puna e vet. 4 hekurudha të reja, 5 diga me investime mbi 400 milion euro dhe 20 stadiume moderne me investime prej 250 milion euro. Shtet që lidh rajonet shqiptare dhe ndërthur ekonominë e infrastrukturën rajonale me atë evropiane. Shtet që lidh qytetet, zhvillon ekonominë dhe ndërton infrastrukturën për brezat që do të vinë. Zhvillimi i turizmit strategjik me investime të qindra milionëshe e pra shtet që e kthen pasurinë natyrore në zhvillim dhe mirëqenie. Do të ngrem industrinë ushtarake të Kosovës,
prodhim vendor i municionit, i pajisjeve ushtarake dhe i teknologjisë bashkohore të dronëve luftarak. Shtet që mbron veten dhe ofron siguri. Shtet që lidh aleanca dhe forcon partneritete. Themelim i Byros për konfiskimin dhe sekuestrimin e pasurisë pa justifikueshme për të shëruar plagët e korrupsionit dhe pasurimit të palegjshëm. Shtet ku ligji është mbi secilin dhe pasuria e palegjshme nuk gjen stre. Të dashur qytetarë,